Mirëmëngjes dhe mirë se vini në emisionin Zgjohuni me ne. Data sot shënon 8 janar dhe ne do të vazhdojmë të kthehemi pas në histori me ngjarjet më të shuara të historisë. Do të vijmë me ngjarjet që ndryshuan botën dhe do të kthehemi në 8 janar të vitit 1297, një cep të vogël të Mesdheut, Monaco, shpalli pavarësinë nga Gjenova, duke nisur rrugën drejt të qenit një nga principatat më të famshme në botë. Shekuj më vonë, në vitin 1815, betejë e New Orleansit vulosi një fitore historike për Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër britanikëve, duke treguar se pavarësia e Amerikës nuk ishte vetëm një letër, por një realitet që kërkonte mbrojtje të vazhdueshme. Në vitin 1918, presidenti Woodrow Wilson prezantoi 14 pikat e tij të famshme, një plan që synonte të sillte paqe të qëndrueshme pas luftës së parë botërore. Dhe ndërsa në fushën e shkencës dhe teknologjisë në vitin 1993, një epokë e re nisi në industrinë automobilistike. Marka e famshme Audi u bashkua zyrtarisht me grupin Volkswagen, duke sjellë inovacione që vazhdojnë edhe sot. Do të vjojmë me lindjet që ndryshuan botën. Në këtë ditë të veçantë në vitin 1823, lindi Alfred Russel Wallace, njeriu që bashkë me Darwin ndihmoi në formosimin e teorisë së evolucionit, një nga idetë më të mëdha të njerëzimit. Në botën e muzikës në vitin 1935, lindi Elvis Presley, mbreti i rockut dhe roll, një ikon që ndryshoi përgjithmonë rrjedhën e muzikës moderne. Ndërkohë në vitin 1942, bota mirëpriti një mendje të jashtëzakonshme, Stephen Hawking, njeriu që na mësoi të ndërrojmë përhyjet dhe të kuptojmë universin. Dhe po në këtë ditë në vitin 1973, lindi Sean Paul, artisti që u bë një nga zërat më të fuqishëm të reggaetonit, duke sjellë ritme tropikale në çdo cep të botës. Por 8 janari nuk është vetëm një ditë festimesh. Në vitin 1642, bota humbi një nga mendjet më brillante të historisë, Galileo Galilei, njeriu që guxoi të thoshte se toka rrotullohet rreth diellit. Po ashtu në vitin 1324, Marco Polo, eksploruesi që na tregoi për botën misterioze të lindjes, mbylli syt për herë të fundit. Një tjetër figurë e rëndësishme ishte François Mitterrand, presidenti i Francës për 14 vite, i cili u nda nga jeta në vitin 1996, duke lënë pas një trashëgimi politike që ende kujtohet. Tani u të ndiqni rubrikën Edhe Shëndeti. Kikërikët janë një ushqim i shpejtë që jo vetëm ju ndihmojnë të kaloni kohën, por edhe të ofrojnë shumë ushqyes të shëndetshëm. Ato janë të pasur me vitamina dhe minerale, të pasur me vitaminë B5. Vitamina B5 bën një punë të mrekullueshme në mbrojtjen e funksioneve të zemrës. Ajo rregullon nivelin e kolesterolit dhe mban në kontroll tensionin e gjakut. Vitamina B5 sintetizon shumë përbërës organik të rëndësishëm për trupin e njeriut. Ajo është e rëndësishme për formimin e yndyrnave, proteinave, karbohidrateve, aminoacideve dhe antibiotikëve. Kjo vitamin stimulon gjithashtu hormonet e veshkave. Kikërikët janë të pasur me kalcium që ndihmojnë për forcimin e kockave dhe hekur që ndihmon kundër anemisë. Vetëdijat shëndetësore të kikërikëve. Kikërikët përmbajnë sasi të madhe proteinash. Ato janë një burim i mirë i koenzimës Q10, e cila mbron zemrën gjatë periudhës së mungesës së oksigjenit. Përmbajtja e lartë e kikërikëve me mjatsin ndihmon në shërimin e qelizave të dëmtuara të sëmundjes Alzheimer dhe problemeve të moshës. Kikërikët përmbajnë vitamin E, një antioksidant i fuqishëm që ka treguar se redukton ndjeshëm rrezikun e kancerit dhe sëmundjeve kardiovaskulare. Kikërikët përmbajnë hekur, element helpsor për funksionimin e duhur të qelizave të kuqe të gjakut. Ato janë të pasura me kalcium që ndihmojnë për forcimin e kockave. Studimat tregojnë se duke shtuar qoftë shumë pak kikirik në dietën tuaj, mund të zvogëloni kolesterolin e keq me 14%. Kikirikët përmbajnë fibra që ndihmojnë për të ulur rrezikun e kancerit të zorrës së trash. Studimet kanë treguar se konsumimi i kikirikut për mëngjes
ndihmon të balancojë nivelin e sheqerit në gjak gjatë ditës, edhe pas konsumimit të një dreke të pasur në karbohidrate. Nxit fuqinë e memorjes. Kikuriku është ushqim i trurit. Studime të ndryshme kanë treguar se vitamina B3 e gjendur te kikiriku ofron shumë përfitime shëndetësore, përfshirë këtu dhe funksionimin më të mirë të trurit dhe nxit fuqizimin e memorjes. Yndyrna të shëndetshme. Kikirikët janë të pasura me lëndë ushqyese dhe yndyrna të shëndetshme, të cilat ndikojnë pozitivisht në organizmin ton. Ato përmbajnë vitamin E, A, B3, B6, minerale si hekur, kalium, kalcium, magnez, jod, si dhe përmbajnë dhe 35% triptofan. Për biografinë e sotme kemi zgjedhur të flasim për njeriu që sfidoi yjet dhe kishën, pikërisht për Galileo Galilein. Imagjinoni një njeri që në një kohë ku e vërteta shkruhej vetëm nga autoritetet fetare, ngriti teleskopin drejt qiellit dhe guxoi të thotë: "Jo, toka nuk është qendra e gjithçkaje." Ky ishte Galileo Galilei, një gjeni që sfidoi kufijtë e mendjes njerëzore dhe rrezikoi gjithçka për të vërtetën. Lindur më 15 shkurt të vitit 1564 në qytetin e bukur të Pizës, Galileo erdhi në jetë në një botë që i shite yjet si mistere hyjnore dhe çdo pyetje shkencore si blasfemi. Por ai nuk ishte një njeri i zakonshëm, që në rinin e tij, Galileo tregoi prirjet e jashtëzakonshme për matematikën dhe fizikën, edhe pse fillimisht familja e tij donte që ai të bëhej mjek. Në vitin 1609, Galileo ndërtoi teleskopin e tij duke e përmirësuar aq shumë sa mund të shite gjëra që askush tjetër nuk i kishte parë kurrë. Ai vëzhgoi hënat e Jupiterit, njolla në sipërfaqen e diellit dhe fazat e Venusit. Ky ishte momenti kur kuptoi se modeli i përqafuar nga kisha, që toka ishte qendra e universit, ishte gabim. Ai mbështeti teorinë heliocentrike të Nikolas Kopernikus, duke pohuar se toka rrotullohej rreth diellit. Në një kohë kur autoriteti i kishës ishte i pakundërshtueshëm, zbulimet e Galileos ishin si një rufe në qiell të kthjellët. Në vitin 1616, kisha e ndaloi hapur mësimin e teorisë heliocentrike, por Galileo nuk u ndal. Ai botoi librin e tij të famshëm, Dialog mbi dy sistemet kryesore të botës, ku argumentonte për teorinë heliocentrike me një mendjembretësi që zëmëroi autoritetet fetare. Në vitin 1633 ai u thirr nga ikuzioni dhe pas një gjyqi të ashpër u dënua për herezi. Galileo detyrua të mohoj publikisht idetë e tij dhe kaloi vitet e fundit të jetës në arrest shtëpiak. Por legjenda thotë se edhe pas mohimit ai përshpëriti fjalët e famshme dhe megjithatë ajo lëviz. Galileo vdiq më 8 janar të vitit 1642, por puna e tij ndryshoi përgjithmonë rrjedhën e historisë. Ai është quajtur babai i shkencës moderne, duke vendosur bazat e fizikës, astronomisë dhe metodës shkencore. A i keni menduar ndonjëherë pse buzët tona kanë një ngjyrë kaq të veçantë, sidomos krahasuar me pjesët e tjera të lëkurës? Sekreti qëndron në përbërjen unike të lëkurës së tyre dhe afërsinë me gjakun që rrjedh poshtë saj. Lëkura e buzëve është shumë më e hollë dhe delikate se sa lëkura në pjesët e tjera të trupit. Ndërsa lëkura zakonisht ka 16 shtresa qelizash, buzët kanë vetëm 3 deri në 5 shtresa, duke i bërë ato jashtëzakonisht të tejdukshme. Për shkak të kësaj, kapilarët e gjakut, enët e vogla që transportojnë gjak, shfaqen shumë më qartë, duke i dhënë buzëve ngjyrën e tyre të kuqe tërheqëse. Por historia nuk mbaron këtu. Për shkak se ato kanë gjëndra dhjamore, buzët nuk mund të hidratojnë veten. Kjo është arsyeja pse ato thahen shumë më shpejt dhe shpesh, ka nevojë për hidratues si balsament. Gjithashtu fakti që lëkura e buzëve ka shumë më pak melanin, pigmenti që mbron nga dielli, i bën ato më të ndjeshme. E bukura është që ky tipar unik i buzëve që ndihmon gjakun të shfaqet në sipërfaqe, është edhe një arsye tjetër revolucionare që njerëzit tërhiqen nga njëri tjetri. Në shumë kultura, buzët e kuqe konsiderohen simbol i shëndetit dhe tërheqjes, duke luajtur një rol të madh në komunikimin jo verbal. Tani do të kalojmë në rubrikën Ne dhe Shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur e vlerave ushqyese të fasuleve. Fasulet janë të pasura me lëndë ushqyese, që janë thelbësore për shëndetin ton.
Ato mund të ofrojnë nivele të konsiderueshme të fibrave, folateve, fosforit, bakrit, proteinave, hekurit, magnezit, kaliumit dhe vitaminës B1. Menaxhojnë sheqerin në gjak. Niveli i lartë i fibrave dietike që gjenden tek fasulet është i shkëlqyeshëm për njerëzit që kërkojnë të menaxhojnë diabetin ose të ulin rrezikun e shfaqjes së kësaj sëmundjeje. Ushqimet me fibra të lartë mund të rregullojnë sasinë e sheqerit në gjak dhe insulinës në trup, duke ndihmuar në stabilizimin e niveleve të energjisë. Ulin nivelin e kolesterolit. Një përfitim tjetër i madh i fibrave dietike është aftësia për të ulur nivelin e kolesterolit dhe për të zvogëluar rrezikun e sëmundjeve koronare të zemrës. Duke siguruar një ekuilibër të shëndetshëm të kolesterolit, fasulet mund të ndihmojnë në uljen e shanseve për të zhvilluar arteriosklerozë dhe sulm në zemër. Ato përmbajnë proteina, të cilat zbërthehen në aminoacide, të rëndësishme për prodhimin e energjisë dhe rritjen e indeve të muskujve. Forcojnë sistemin imunitar, edhe pse sasia e vitaminës C nuk është aq e lartë sa në perimet ose frutat e tjera. Ajo përmban më shumë se 10% të rekomandimit tuaj ditor. Kjo mund të stimulojë sistemin imunitar dhe të promovojë prodhimin e qelizave të bardha të gjakut, të cilat janë linja e parë e mbrojtjes së trupit kundër patogjenëve të huaj. Përmirësojnë shikimin. Fasulet janë të njohura për ndikimin e përmirësimit të shikimit. Vitamina A në mënyrë specifike ul stresin oksidativ në retinë, duke ndihmuar në parandalimin e shfaqjes së degenerimit makular. Parandalen osteoporozën. Lista e mineraleve që gjendet tek fasulja përfshin fosfor, magnez, bakër dhe mangan. Të gjitha këto luajnë një rol në densitetin e mineraleve të eshtrave. Rritja e marrjes tuaj minerale do të zvogëlojë rrezikun e zhvillimit të osteoporozës, duke ju mbajtur të fortë dhe aktiv pavarësisht viteve. Përmirësojnë tretjen. Përfitimi shëndetësor më i njohur i fasuleve është ndikimi që mund të kenë në tretje. Fibra dietike është në gjendje të stimulojë prodhimin e lëngjeve të stomakut dhe të promovojë lëvizje peristatike, e cila e mban zorët të lëvizin normalisht. Konsumimi i rregullt i fasuleve të pasura me fibra mund të ndihmojë në parandalimin e simptomave të kapslëkut, duke ulur gjithashtu rrezikun tuaj për këtë sëmundje. Parandalon kancerin. Fasulet janë të pasura me fibra, e cila konsiderohet një lëndë ushqyese e rëndësishme kur bëhet fjalë për parandalimin e kancerit. Një studim i vitit 18 nga Instituti i Parandalimit të Kancerit në Kaliforni sugjeron që fibrat e fasulës ndihmojnë në zvogëlimin e rrezikut nga kanceri i gjirit. Tani do t'ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 8 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore shumë të paqëndrueshme, duke sjellë mot të ftohtë me rreshje shiu dhe dëbore në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të karakterizohet nga rreshje shiu në ulësira dhe bregdet, ndërsa në zonat malore rreshjet do të jenë kryesisht në formë dëbore. Pasditja do të sjellë intensifikim të rreshjeve dhe stuhi lokale në disa qytete të Shqipërisë së Mesme dhe Jugut. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -4 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 11 gradë Celsius në zonat bregdetare. Gjatë ditës nuk priten intervale me diell për shkak të vranësirave të dendura dhe rreshjeve të vazhdueshme. Era do të fryjë mesatare deri e fortë nga drejtimi juglindor me shpejtësi 4 deri në 6 metra për sekond, ndërsa përgjatë bregdetit pritet të arrijë deri në 7 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim mesatar rreth 2 deri në 3 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 8 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 8 janar do të jetë në orën 6:59, ndërsa perëndimi në orën 16:35 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 1 deri në 9 gradë Celsius. Kukës, -3 deri në 4 gradë Celsius.
Peshkopi, -3 deri në 6 gradë Celsius. Tiranë, 3 deri në 8 gradë Celsius. Durrës, 4 deri në 11 gradë Celsius. Kavaj, 2 deri në 10 gradë Celsius. Elbasan, 3 deri në 8 gradë Celsius. Berat, 4 deri në 8 gradë Celsius. Korçë, -4 deri në 2 gradë Celsius. Vlorë, 7 deri në 10 gradë Celsius. Gjirokastër, 2 deri në 7 gradë Celsius. Sarandë, 5 deri në 10 gradë Celsius. Tani do t'ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin e Kosovës. Për datën Territori i Kosovës për datën 8 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore shumë të ftohta dhe të qëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht të vranët me temperatura të ulta. Paraditja do të jetë me vranësira dhe acar, ndërsa pasditja vijon pa ndryshime të ndjeshme të kushteve atmosferike. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -9 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 0 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 8 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 8 janar do të jetë në orën 6:58, ndërsa perëndimi në orën 16:26 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, -6 deri në -2 gradë Celsius. Podujev, -9 deri në -3 gradë Celsius. Skënderaj, -9 deri në -1 gradë Celsius. Pejë, -8 deri në 0 gradë Celsius. Prishtinë, -8 deri në -2 gradë Celsius. Gjakov, -7 deri në -1 gradë Celsius. Malishev, -7 deri në -1 gradë Celsius. Gjilan, -7 deri në -2 gradë Celsius. Ferizaj, -6 deri në -2 gradë Celsius. Kaçanik, -7 deri në -3 gradë Celsius. Suhare, -5 deri në 0 gradë Celsius. Prizren, -8 deri në -2 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kemi arritur në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Bashkë do të rishjemi sërish nesër në po të njëjtën orë. Deri atëherë, mirupafshim.